Gjyshi më ka pas qef shumë muzikën. Çdo ditë ka ndëgju muzikë. Ai nuk ka mund me nejt po muzikë. Po një ditë, kur u ndal muzika, u ndal edhe ai për gjithmonë. Ky është babi im. E ky tjetër jam unë. E kjo është lopa jo. Baba jot borxhin ndaj Zotit e paska la. E Zoti ka boll inshallah e ban. Amin. Po borxhin ndaj hoqës ju ka rrit. Që 7 vjet nuk e ka pagu hakin e hoqës. Ti e di. Po dhe baba jot u dash me ditë shumë mirë bili. Nëse nuk e pagun hakin e hoqës, nuk mujmë as me fal e as me la gjenazën. Mu po vjen keq, po këto janë rregullat e bashkisë islame. Realisht nuk e pas në ditë. Ka menu që baba ka kry këtë punë. Po në mos nështë ta keni gabu ju aty të shënimet. Nuk ka shans me gabu në 7 vjetë rresht. Na, me qëto dokumente e bojmë pagesën. Që ka me po tasha me lanë baban pa varros a qysh? Jo. Ti babën mundesh me varros, kur kush nuk mundet me ta ndalu këtë punë. Po amanetin e babës nuk mundesh me çu deri në fund. Ti nëse do, une muj me ta gjetë një hoqë me ta kry këtë ceremoni. Jo, amaneti ti u konë me konë krejt o gjallartë. Paguj vlla, i ki krejt o gjallartë. E sa pare janë? Pa janë, BAG janë, 7 vjetë pa pagu, dikun për me 300 euro. Po në ato pare si kam sot. Sot du të me varros babën, që ka me bo? Allah e po mjen keq, nuk kam që me bo, nuk muj me të një mush. Po që ka me bo tash o burë? Gjejna i konë meri porgjë ja këthe, edhe ashtu ki vakt deri 100 me varros babën. Po dhe po. Mirë, falenderit shumë. Ditën e mirë. Shkrume. Falenderit inshallah. Falenderit shumë. Qëka që pas ka pas shkrume, shkrume? Jo, me i qëndi jo. Ju kalzoj une. Unë ju lemroj vetë. Ju lemroj une, pa problem. Valla o kon pak smut, po qka me bo? Po qka me bo? Inshallah, bashkë me juve. Shumë falenderit. Po o kon pak i smut, mujt e fundit amo. Kur është varrimi? Valla, mare me thonë, po nuk e di kur është varrimi. Pse nuk e di? Po kur diq baba ma lani amanet tha, kur të më varrossh, me i pas krejt hoxhallar të katunit. Edhe, s'kanën hoxhallar këto? Jo bre kësaj dhe ishin, po mdu një të lashe që ta erdhat e ti. Kesh bashkësin islame me fol me ta. Po? Pe pas kam pru një regull të ri me pagu hakun e hoxhës. Nuk shë baba ka kryat farë pune, po nuk e ke shkry realisht. E tash ishim rrjedh të pare këgja për 7 vjetë që se kemi pagu. Edhe shqis po vinë pe e pagua? Jo. Me met njeri për mi toka? Që ato erdhat e ti? Sa ishte borqë? 300 euro. 300 euro? 300 euro nëse ki mundësi me ma bo qarë, me mi gjithë që të pare, ta kësha ditë frot për njerë, edhe ti kësha këthi shumë shkrejt. O shoq, a disa jam ngusht? E di. Pasha zodi jam ngusht. Mirë, po t'i javë veç mund sish me mi këthi me në një mujt. Faleminderit Se valla kam e shku për në Gjermani edhe nuk kam se... E di. Prit që to, vete. Faleminderit shumë.
Për shkoa. Allah me xhenet. Allah Zoti babës juve ja boft kosht prej kopshtave të xhenetit, u kon burr i xhamisë, i namazit, burr që ka dhënë sadakat, lume për veprat. Nuk e kam ditë që gjyshi im ka qenë kaq njeri i mirë. Ishin konaket nga një javë. Ai pas ka qenë edhe një njeri që pas ka ndihmu shumë. Pame. Që tash Këtë e kuptova nga njerëzit të tjerë që vinin na jepnin ngushëllime. kush me ardh me dhëmë Të gjithë me fjalë të mira për gjyshin tim. nga Evropa, si nga Evropa. Mirë be Vedat, na morën vesh se mëra një mujt me mi kthi parët. Ti për burë po më përzitën punë që si soj edhe s'mërina me të dalë në fjallë. E punë me ardhë të shpije me ti kërku parët. Marrë vesh. Po na thash se kam e shku për në Gjermani. E di. Po, e di, ma së dash që shto. Kërkoj falje burë. Ngo vesh di fjali kam. Nëse s'mi kthejmë parat në një javë, ndryshe kemi me bakit madhe. Një javë pra s'kemi nevoj me bo ndryshe, unë e ti vi parët për një javë. Mos ta prish me shoqnin. Unë t'i bi vetë të shpia. Po. Kërkoj falje, Adnan. Do të me shit lopën. Qysh? Lopën me shit. Mja këthi parët një jetë. Së shesëm diçka tjetër? Qka me shit diçka tjetër? Pulat, ky shkamos? Ku bëjmë parët pullat? Pa në shit e traktor, në shit e kerë, në shit diçka tjetër. Nuk ban, jo. Do të me shit lopën, me marë parët mja këthy. Ky më ka një mu mas shumë ditë kur jam konë në zarë mi ka gjithë parët, është do të mja këthy. E ko e shat, shat? Qesim pazar. Nëse s've qesim në internet, Qysh internet? veç o fotografon, e ka të zonë lopa kuaja shumë qmimin edhe ato vinë e marrin. A din ti me bo këtë puna? Po, Shumë mirë. Unë si ti baj do pare, kam të abli një lopë alo ma tim. Po të premtoj. o bab, Falë zemër. e pse sarë mame kërde që gjyshi? Kom pak s'mund diqka, s'ka mujt me ardhë. Haj. Po më ka marrë malli për mamin. Në nesët që të daja dhe ta kon mamin. Mirë? Që, haj edhe këtë. Nëse ja, për rrimi ti më s'la vetë. Hade, flejtash, natën e mirë. Bab, Ha, zemër. në kur të rrit në ka më bon si ti. Po të si unë e je. Ka me ble shumë lopë, shumë pula, edhe ka me ndreq një shtallë shumë të madhe. Bashkë kena me bo. Shumë të madhe kena me bo. Po të premtoj. Hade, flejtash. Alo. Mirë. Mirë është edhe djali. Po, gjithë shka shkoj mirë. Po, kry mirë. Ishtë thira. Djali për të kërkan, po ka qef me të taku. Banja dyqyshe dhe hade takoje si gjuna. Natën e mirë.
Pas e vendosëm me shit lopën, ajo shkoi ose së mor. Babi më tha me shku me thirr mjekun. E unë e thira mjekun, e kurse mjeku na tha se lopës do të me i dhanë disa injekcione. Mjeku na premtoi se lopa ka me u shëru. Ne i besu mjekut. Po bab, Po e bësh ka u bon? lopa s'po qohet. Qysh po qohet lopa? S'po qohet lopa. A është lopa mirë, bab? Mos atë flet. A be bab shfal shaki. Pas ka cof lopa. A je sigur që ka cop? Po ba, pas ka cof. Na pas ka marrë në qaf. A shkoj ta thirrë doktorin afet. Po çfarë doktori? Fjap një gjelpon sot një nesër. Ke pas ka shnosh mirë që tash. Dritë gjeshen ka vështirë, do shta rrugat kalojnë. Kemi prej një lopë për varrimin e babës. Mështë me opru për shpirtin e ti. Zoti ka vull. Faleminderit. Allah, mam? A je mirë? Mirë dhe na, kite na. Babi më tha se ti ke me ardhë këtu edhe tash s'po vjen. Ki shku në Gjermani? E pse ki shku në Gjermani? Mami nuk e kam pa më shumë se 6 muaj. Unë nuk e di pse ajo nuk vjen në shtëpi. Në fillim më ka thënë se për pak kohë do të kthehet. E unë akoma po e pres. Unë do me bibin që ajo me ardhë. Edhe i di që një ditë ka me ardhë. Mam, hajde. Cum ka trete, por si nata ke pahane, djali yt nuk she dynjane. Por si nata e pahane, djali yt nuk she